Përshëndetje të dashur të shikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës. Jemi këtu në këto ritakimet që ne kemi së bashku gjithmonë në intervista produktive me mesazhe të forta, me mesazhe të jetës personale dhe profesionale të shqiptarëve të suksesshëm këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në diasporë, kur nuk janë të pakt numrat e shembujve të suksesit dhe një ndër to është edhe zotëria që kemi ftuar për sot, zoti Sami Zeka. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në televizionin tonë në Alp TV USA, prej 26 vitesh në Amerikë. Një rrugëtim shumë i gjatë, apo jo? Në të parë përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe po, ka qenë një rrugë e gjatë, patjetër me shumë obstacles dhe në të njëjtën kohë me shumë gjëra të bukura që kanë krijuar jetën. Do atë që ta nisim në fakt fillimisht aty ku është edhe prejardhja, se sigurisht të gjithë kemi kokën pas, kemi lënë një histori dhe kemi krijuar një tjetër këtu. Doja të më flisni pak për prejardhjen, çfarë kujton nga vendi ku vjen, edhe si gjendesh sot që shkon pas kaq vitesh. Po, unë kam lindur dhe jam rritur në panarit të Korçës, është një fshat malor, por është ai fshat që më ka bërë ky që jam sot, më ka krijuar personalitetin që kam, qoftë i mirë apo i lig. Në njëjtën kohë dhe shoqëria që kam patur në fshat apo dhe në Korçë, patjetër ka është një pjesë e madhe e jetës time. Dhe akoma mbaj lidhjet, patjetër, vete po thuaj se çdo vit në fshat. Dhe mundohem të mbaj ato lidhjet sepse kam një nostalgji të jashtëzakonshme për jetën që kam kaluar atje dhe gjithashtu nostalgji për shoqërinë që kam atje, për njerëzit që u rrita me ta dhe njerëzit që më edukuan apo dhe njerëzit që i shikonja si dikush që desha të besha si ata. Kam mbajtur lidhje të forta dhe vazhdoj dhe besoj se do t'i mbaj derisa të jem gjallë lidhje të forta me atë. Po, sa herë kthehesh në panarit? Duke qenë se emigracioni është plaga, një ndër plagët kryesore sociale të historisë së Shqipërisë, si e sheh situatën? A janë të emigruar shumica, apo a kanë gjetur veten ata që kanë vendosur të rrinë atje? A ka një përparim, një përparësi dhe një zhvillim në jetën e panaritit? Në panarit vete shpesh, nëse bëhet fjalë për fizikisht, vete të paktën çdo vit. Ndërsa mentalisht jam gjithmonë atje. Qoftë kur fleja, apo kur kam kujtesat, ja vete shpesh. A ka përparime në panarit? Patjetër që kam parë, shumë përparime që kam ikur para 26 vjetësh, e shikoj ndryshimet. Shumë pak familje kanë ngelur tash atje sepse më të shumë të kanë ikur. Por ata që kanë ngelur e kanë krijuar një fushën e tyre me të cilën ata merren për të krijuar atë jetën e tyre dhe për të siguruar të ardhmen. Kush merr me blegtori, kush merr me bletari, po me bujqësi. Dhe pothuajse kanë marrë atë integrimin e tyre të cilën e kanë më konkret se sa ç'ishte kur në vitet 90 kur ta ka qenë dhe më vështirë. Më vështirë, po. Rruga pa është rregulluar. Urbanistika për shembull, se këtë do të pyesja është më. Rruga është rregulluar goxha, është më accessible për njerëzit. Edhe është një rrugë shumë e shkurtër për ta zesh nga Korça si kilometra në panarit, bëhet fjala për rreth 30 kilometra, por që kalon male të larta dhe një peizazh magjeps, kështu për mendimin tim është peizazh magjeps. Edhe mesazhi në fakt është interesant se nëse do të bëjmë bilancin e viteve të kaluara në Amerikë dhe në Shqipëri, janë më shumë vite të kaluara në Shtetet e Bashkuara se sa atje, pra ti ke emigruar shumë i vogël, më lejo të drejtohem me ti. Pra ke qenë vetëm 21 vjeç, apo jo? Kur erdha në Amerikë isha 18. 18. 18 vjeç, pra majoren i quajtur përsa i përket aspektit ligjor, por sido që tjetë, unë mendoj që njeriu nuk rritet të paktën derisa kalon emocionalisht, derisa kalon të 25-tat. Kështu që ka qenë absolutisht rrugëtim i vështirë. Patjetër, ishte një rrugëtim që kur e mendoj tashti që kaluar vite, e mendoj si e kam kaluar. Nuk besoj se nuk mundet të ta kaloja do tashi, por
Perjada time është, ashtu si thash, nga një fshat ku puna fizike ishte shumë e dukshme që në fëmijëri, që në minoren, punë fizike me bagti, me blektori, ato ishin të fshatit dhe detyrimisht ato do benim. Kur konkurova për të ardhur në Amerikë, Amerika ka qenë një ëndër time që i vogël, por nuk e dija se se si do ta realizoja. Që ta realizoja e dija, po se si nuk e kisha në plan akoma. Kur konkurova në Athinë për të ardhur në Amerikë, ai momenti që e kam fituar ishte një moment që kam ndryshuar komplet jetën time. Për veten time ishte një moment që kam ndryshuar për shumë mirë, ndoshta për prindërit e mi nuk ishte moment I lumtur, se normalisht po, sepse ishte i vështirë, por nuk më të harroj dot kur atë moment. Kam ardhur si student me një vizë 6 muajorse dhe kam jetuar në një familje amerikane në Oklahoma. Që të vijen nga Korça apo dhe nga Panariti të vijen në Oklahoma ishte një culture shock. Janë dy botë të ndryshme. Nuk isha i përgatitur për realitetin siç ishte këtu, isha komplet jashtë teme, por jeta na bëri që të mësonim shumë shpejt sepse s'kishim më kohë. Mirë, dhe besoj që sfidat janë ato që na rrisin, kështu që mendoj që ti e kujton përveç se një rrugtim të vështirë dhe një rrugtim që të ka vletur. Edhe pse në fakt e përmendë që nuk je I bindur nëse do t'i riktheshe sërish të njëjtit rrugtimi, nëse do ta bëje prapë. Po ndonjëherë rikthehemi gjithmonë këtyre shprehjeve popullore shqiptare që çfarë ra njeriu edhe nuk e mbajt. Nuk e hoqi, po. Si do e kujtoje fillimin në Amerikë pas çdo gjë që le pas edhe si u gjende me familjen amerikane, se duhet theksuar që emigrimi dikur ka qenë komplet I ndryshëm nga ky çfarë përjetojnë sot të rinjt apo familjet, kur edhe u legjitimua pak më shumë me llotarinë amerikane dhe me green cardin, ku Korça mban vendin numër 1. Nuk e di, në fakt kjo marrëdhënia e korçarëve me Amerikën është shumë interesante. Duket në fakt se thon Paris I vogël, po u mendoj që Korça duhet të jetë një Amerikë e vogël. E vogël në Shqipëri, në Shqipëri. Ishte ashtu si ju thash, ishte një shak, kur edhe këtu më pritet një familje amerikane, jashtëzakonisht shumë rikpritës, por problemi ishte unë, nuk ishte ata. Problemi ishte që unë nuk isha I përgatitur për botën e jashtme sa priste në Amerikë. Kuptohet në atë kohë nuk ishin rrjetet sociale si që janë tashi dhe njohuria jonë për Amerikën ishte tepër kufizuar, duhet që unë isha vetëm në shkollën e mesme në Shqipëri. Dhe kishte shumë momente që unë nuk e dija se si të reagoja, sepse disa gjëra që ishin normale në Shqipëri nuk ishin normale në Oklahoma të Amerikës. Kështu që kishte momente që të duket vetë bulla, sepse nuk ishin shumë gjëra të papara, ne vishim mësuar me atë jetën familjare që ishte shumë tradicionale, ku mamaja gatuante çdo mëngjes. Kontrolluar, po. Që secili e dinte rolin e tij. Se duhet thënë që Amerika dhe jo vetëm në përgjithësi perëndimi njeriu e mëson më individualist, që secili bën ato tasks, pra bën gjërat që duhet bëj për veten e tij. Ndërkohë që në Shqipëri ne kemi përveç kulturës së mbyllur që kemi patur edhe për shkak të një sistemi të gjatë, mendoj që kryesisht familja tradicionale është që mamaja e merr timonin edhe kryeson në këtë. Edhe ne jemi thjesht pasagjerë. Po, ne pasojmë. Ndërsa këtu ishte komplet ndryshe, në vend që mamaja të më bënte mëngjesin, unë vija vërtet të shikoj se ku ishte mëngjesi, nuk e kisha iden fare. Dhe kam në kohë se pyesja maman amerikane që jetonja, dhe e pyeta për mëngjesin dhe herën e parë, dhe ku është mëngjesi? Më tha, free fair. Help yourself, eh? Po, help yourself dhe bëj gati. Duhet merrnin gjërat e ngrira dhe I fushnin në këtë mikroval, që unë mikroval isha parkur në Shqipëri në atë kohë, edhe thjesht duhet ta hajmë mëngjes. Ishte një moment shumë, ushqimi ishte momenti më gjë më e vështirë që ishte për mua. Që më mungon të gatuaret e mamas dhe të motrave në përgjithësi shumë, sepse ushqimin amerikane nuk më dukeshin me shije, po edhe nuk I haja dhe aty humba shumë peshë. Mendoj që kjo është një vërtet që vjen dhe sot, se nuk ka asnjë të krahasuar gatimet shqiptare me
Po, sot... kulinarin, po tani ka avancuar sepse mund të gjesh dhe gatime shqiptare në Amerikë. Kanë ndryshuar shumë që në 25-26 vite fundi, kështu që kanë evoluar dhe Shqipëria ka evoluar qoftë me ushqimet, qoftë edhe me rrjetet sociale, kështu që njerëzit janë shumë herë më të ditur sa që ishim të një moshe në vitet 90. Informacioni i kufizuar i lë njerëzit pak më të mbyllur në aksesin e vijshmërisë së jetës, ndërkohë që sot ka informacion. Sot edhe duhet të përzgjedhësh informacionin se cili është i saktë. Ata dinë më shumë në Shqipëri se çfarë ndodh në Filadelfia të ku jetoj unë, se çfarë se di unë, sepse i shikojnë shumë këto lajmet për Amerikës. Në kohë reale. Po, domethënë ai ushqimi ishte gjë më kryesore që pati një ndryshim dramatik me ardhjen time në Amerikë. Dhe e dyta ishte që njerëzit nuk të afronin shumë, sepse isha i huaj. Përveç se familjas amerikane kuptohet ajo që ishin tepër të mirëpritur, por gjëja tjetër ishte që më mungonin shumë shokët në Shqipëri, familja. Nuk kisha asnjë komunikimi në atë kohë, nuk kishte as rrjet sociale, as të celular. Edhe vuaja këta shumë për brenda. Ditën i kanë shkollë, po natën e kisha mendjen vetëm andeja.